75 vjetori veteranit të sportit të mundjes Pal Marku mblodhi në Shkodër komunitetin e këtij sporti në një aktivitet të organizuar nga Shoqata Kombëtare e Mundjes dhe Federata në bashkëpunim me Shoqatën e Veteranëve të Mundjes Vllaznia. Krahas kolegëve të tij veteran nga Shkodra dhe rrethet të tjera të Shqipërisë, ish-mundësin e Vllaznisë më pas trajnerin e kombëtarës së moshave dhe arbitrin kombëtar dhe ndërkombëtar, e nderuan me pjesëmarrjen e tyre edhe numri 2 i bashkisë Rudin Beka dhe drejtori i sporteve Auron Miloti, që në emër të kryebashkiakut Beci akorduan Pal Markut një certifikat mirënjohje për kontributin e dhënë ekipin e mundjes klasike Vllaznia për 20 vite, trajneri kombëtarës së moshave dhe arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar në mbi 40 vite, një sportist model në gjitha drejtimet. Kënaqësi e veçantë që si bashkinë jemi prezent sot në ditëlindjen e Palit. Pal në emër të kryetarit të bashkisë gëzuar 75 vjetorin dhe për ne të një aset, jo vetëm si ish sportist, trajner dhe arbitër minjor në sportin e mundjes, po si qytetar i mrekullueshëm. Unë kam pas fatin që Palin ta njeh edhe si familje në vite, është mik i babs, kështu që edhe në emër të babs të rej gëzuar ditëlindjen, në emër të bashkisë gëzuar ditëlindjen edhe gjithë miqve, është kënaqësi e madhe që jemi mes ish sportistëve, ish kampionëve, gjithë me emër të dalluar edhe me spikate të mëdha në sportin e mundjes dhe të uroj shëndetëmarrësi dhe jetë gjatë. Një tjetër vlerësim erdhi nga Shoqata Kombëtare e Mundjes përmes sekretarit përgjithshëm. Shoqata Kombëtare e Mundjes Shqiptare vendosi të nderojë Pal Markun me titullin e lartë të meritës sportive Nderi i Mundjes Shqiptare, me motivacionin mundës i shquar ndër më të mirët e peshës tij, fituesi i disa vendeve të nderit, trajner dhe arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka kontribuar në rezultatet e ekipit Vllaznia Shkodër dhe përfaqësuar me dinjitet mundjen shkodrane. Ju urej shëndet në familje, në shoqëni, kudo që t'jeni. I emocionuar për respektin dhe nderimin që u bë, u shpreh edhe vetë veterani i mundjes Pal Marku. Faleminderit për ju që keni ardhur, keni lënë punë tuaja, ju jam shumë mirënjohës, se këtë ditë po më bani edhe më të gëzueshme me prezencën tuaj. E inshallah gëzime edhe të ju mbledhsim gjithmonë. Për vlerat dhe kontributin e veteranit të sportit Pal Marku, folën me respekt edhe disa nga kolegët e tij.